Halvë me semolina do bëjmë tani, ose si migdalenjos halva si quhet aty në Greqi. Do hedhim 2 gota me semolina, do me thënë me si migdali, 1 gotë me vaj lule dielli ose vaj misri, çfarë të kini. Do ta trazojmë që të skuqet mirë. Edhe pasi është të skuqur, do ta lëmë njanë, do përgatitim sherbetin. Duam sheqer, 1 gotë me sheqer, 2 lugë të mëdha me mjaltë. Edhe do hedhim 2 gota me ujë, si shikoni aty. Do ta vendosim që të valojë edhe sherbeti, të ziej mirë. Do t'i hedhim edhe 1 shkop kanelle brenda, se jep shije shumë të mirë, fantastike. Edhe pasi të ketë valuar dhe sherbeti, do ta marrim dhe do ta hedhim brenda tek hallva, në të cilën hodhëm edhe rrush të thatë edhe ara, se i japin shije fantastike. Siç shikoni, hedhim edhe sherbetin avash duke e trazuar hallvën, që të mona ngjitet, edhe të mona bënet kokla. Edhe tani do t'ja hedhim edhe të gjithë sherbetin. Pastaja, pasi e kemi mbaruar, shikoni se si duhet të dali përbërja. I hodhëm, më falni se harrova t'u them që hodhëm në sherbet edhe limon. E nxjerrim në forma kështu, edhe çfarë të hani, është një ëmbëlsirë e shpejtë, e thjeshtë, edhe është perfekte për të shoqëruar kafen. Ciao.